edhe ja kum kini duhet të lej një mesazh për shkak se më kanë thënë që jam në vëzhgim të ligjit të shtetit, ku di unë, kështu më kanë thënë. Dhe megjithëse më kanë thënë këtë gjë, e kam dëgjuar, duhet t'i lej një mesazh këtyre vëzhguesve. Mos më shikoni kështu si të mërzitur dhe ma se mendoni se kam nga juve, jo. Fatkeqësisht kam marrë vesh një problem familjar që të doja shumë mos ta kisha ndëgjuar kur. Gjithsesi, jeta i ka të gjitha. Atëherë kthehemi te mesazhi që dua t'i jap këtij shtetit, këtij ligjit, nëse ekziston me të vërtet, nëse funksionon me të vërtet. Mua më vëzhgoni juve, më shikoni, se nuk është gjë e keqe. Por, shikoni qik këtë punën e konfondeve. Fillon nga lojrat, nga sfidat që bëjnë. Disa i bëjnë sepse nuk duan të punojnë, dhe disa i bëjnë për pastrim parash. Pra, ata që nuk duan të punojnë, bëjnë sfida vetëm për të marrë lek e për të jetuar. Ndërsa ata që i kanë për sfida për pastrim parash, bëjnë sfida, bëjnë lojra të mëdha, lozin me lek të madh, dhe pastaj pasurinë dhe atë që fitojnë në këtë TikTok e hedhin në gonfonde. E hedhin në gonfonde, e hedhin në ndihma gjoja njerëzish. Dhe duke hedhur te ndihmat që gjoja i bën njerëzve për smundje, disa për ushqime, si gjoja nuk kanë këta njerëzit bukë dhe i mbajmë neve me lekët e lojrave, me lekët e luanëve. Këto janë pastrim parash. Pra, do t'i kërkoja shtetit, në qoftë se është me të vërtet në vëzhgim të faqes time të TikTokut, do ju lutesha, vëzhgoj të gjithë njerëzit përveç meje, edhe mua përfshi. Vëzhgoj se pse i bëjnë sfidat, se pse hidhet kaq leku madh te këto sfida, dhe se pse bëjnë gonfonde dhe ndihma. Janë me të vërtet interesuar të ndihmojnë njerëzit që s'kan bukë, janë të smur, janë pa shtëpi, apo i duan për pastrim parash. Nuk mbarohen këta që bëjnë sfida, nuk mbarohen sa shtëpia bari kanë. Në çdo vend kanë bërë shtëpia bari dhe shtëpiat e veta që mbajnë me qira. Dhe kanë pa mbarim shtëpia prostitucioni. Nuk i nxjerrin më femrat në rrugët. Pra unë, si Dorina Meta, shumë e njohur tashmë për juve, sidomos mbas emisionit Piranjat.al, që unë i falenderoj jashtëmase për këtë njohuri që më dhanë, do t'i kërkoja shtetit shqiptar, ligjit dhe italian, nëse ka interes, që të hetojnë të gjithë njerëzit që bëjnë sfida. Të gjithë. Të hetojnë të gjithë ata që shpallin biznese, të hetojnë të gjithë ata që bëjnë reklama. Të hetojnë çdo njeri. A i kanë me dokumentacion? A paguajnë taksa shtetit për këto gjëra që bëjnë, për fitimet që kanë këtu në TikTok? A e deklarojnë këtë pasuri përpara se ta hedhin në gonfonde? Pra, përpara se shteti të më hetoj mua dhe njerëz si puna ime,
do i kërkoja me të vërtet, hetoni këta, se unë bëra një denoncim, u denoncova, me thënë denoncohet denoncusi, janë gjëra që ndodhin, çuditëra shqiptare, por me të vërtet e kam. Unë nuk jam askush, unë nuk jam gjithë bota, unë jam vetëm një person. Dhe i kërkoj shtetit shqiptar të bëhen hetime për çdo njeri që shikoni në TikTok, përderisa dhe ju jeni këtu. Stopi ka TikTok. Piranjat.al pas ka TikTok. Çdo emisioni juaj pas ka TikTok. Çdo gazetar ka TikTok, ju lutem. Dhe shteti që pas ka TikTok, me të vërtet e kam, ju lutem, bëni hetime për të gjithë njerëzit që janë shumë të njohur në këtë rrjet social. Kush është i njohur, kush është me shumë follower dhe kush bën sfida dhe kush bën gonfonde, kush do qoftë, dhe këto bamirësat, ju lutem hetojeni. E kam seriozisht. Jemi në rrezik të madh. Mafia e gjithë është në TikTok. Nuk i hapet barku askujt të ndihmoj askën se s'ka bukë të haj. Nuk lip askush këtu, m'hidh një lule, m'hidh një luan, m'hidh një kshu, se do të ndihmoj njerëzit. Është e pamundur. Nuk e bën askush që t'i kushtoj kohë gonfondit dhe njerëzve në nevojë pa pasur një interes. Ju lutem, hetoni dhe bëjeni këta njerëz që të deklarojnë pasuri dhe të paguajnë taksa. Kaq kisha. Sepse është e pamundur që ju si shtet, apo ju si emisione, ju si gazetar të mbështjesni dhe të korruptoheni kaq shumë. Faleminderit dhe do të dëgjohemi përsëri. Se unë tani nuk merrem më me njerëzit. Tani do t'i drejtohem vetëm shtetit, por jo që të vi unë te ju, këtu. Meqense që kam nën hetim, ju më dëgjoni. Kështu që flasim këtu. Kalofshit mirë për momentin.